Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në përvjetorin e parë të muzeut tonë, po ju prezentojmë instalacionin që shënon 100 vjetë të minjerave në Trepç. Ky instalacion në Reporting House apo shtëpinë e gazetarëve, i kurum prej Gazmendejupit, është realizu me mineralet që ndërmarrja publike Trepça me shumë zëmërgjërsi i a ka dhuru Reporting House apo shtëpisë gazetarëve. Këto minerale janë nxjerrë prej 750 metra thellësi nëntoksore nga minatorë të cilët ende punojnë në kushte të vështira, në temperatura deri në 50 gradë Celsius, në lagështi, pa pastërti, pluhun edhe pa pajisje mbrojtëse. E megjithatë, nxehet e pluhmit edhe zingut prej çtyne gurve janë nxjerrë në mënyrë primitive, edhe pse janë nxjerrë në mënyrë të vështira, me metoda të vështira, prap se prap, ato din me përfundu në gjepin tonë, sepse me këto janë teknologjit moderne, cilat telefonat mobil që i përdorin plumbi dhe zinku i Trepçës përdoren pra edhe në baterit e veturave edhe të telefonave. Këto kristale të papërpunuara dhe ndriçuese e shumë bresljanse janë më shumë se një mrekulli gjeologjike. Ato janë kalendar i historisë, janë dëshmitare të pafoljura të mundit dhe janë rrjedha e mëqme kohore e të cilave tashmë është ndërthur me dekadat e fundit të rezistencës edhe çlirimit tonë. Për me kuptu pak historinë 100 vjeçare të Trepçës, po shkojmë vitin 1925, kur kompania britanike me emrin Selection Trust ka fillu aktivitetet eksploruese edhe pas 2 viteve të këtyne aktiviteteve eksploruese e nënshkruan koncesionimin e Trepçës me shtetin e atëhershëm të Jugosllavisë, pra kjo ndodh pak vite pas pushtimit të Kosovës nga Serbia. Kjo nuk do të thotë që në Trepç nuk është mih edhe para 100 vjetëve, por jo në variantin industrial si përjetohet sot në teknologjinë e revolucionit industrial. Emri Trepçës në fakt paraqitet për herë të parë shumë e herët. Emrin e Trepçës e gjejnë në një kartë papnore në vitin 1303. Mas kësaj, Osmanët e mojnë kontrolin e kësaj minjere deri në vitin 1455, edhe si pasoj e shkatrimit që pasoj pas luftës së lidhjes së shenjtë, aktiviteti minerar o shu në fund të shekullit 17. Ringjallja industriale e Trepçës në epokën moderne filloi me vlerësimet e depozitave të plumbit, të zinkut, që u bo në vitit 1920 prej ndërmarrësit të minjerave dhe biznismenit të quajtur Sir Alfred Chester Beatty, që ky Beatty prej Selection Trust ishte Amerikan, por më vonë merr shtetësinë angleze edhe shërben në qeverinë e Winston Churchill, ish kryeministrit të Anglisë në luftën e dytë botërore. Beatty e kishte rizbulu minjerën e Trepçës pas shuarjes së saj qindraveçare me një metodë shumë interesante. Ai ishte njeri që kishte studiu shumë harta, arkiva, interesonte, kishte pasion për antropologji edhe gjatë studimeve të këtyre dokumenteve, ai konkludon që do duhej me ekzistu një minjerë në Stani Tërg, edhe këtë minjerë ai mendon që duhet me ekzistu sepse e sheh nëpër harta të saksonëve të mesjetës. Edhe i këshillon eksploruesit me i thot kërkojeni një vend që duket si faltore katolike, sepse ju thot aty ku ka faltore, aty duhet me qenë hymja për një minjerë, sepse saksonët që ishin, do me thonë, minatorët para mesjetës, gjithmonë, thot, janë falë para se me hy në zgafel, duke u lutë që me dalë gjallë. Edhe që ashtu ndodhë, eksploruesit në këtë formë, duke e lypë kryqin edhe një faltore, e gjejnë edhe hyrjen për minjerën e Trepçës në mes të viteve të 1920. Kjo hyrje pra kishte qenë mbyllur disa shekuj. Kjo ishte mënyra pra e kuptuam si është zbulu Trepça prej anglezëve, ku edhe sot e kësaj dite kemi në Stan Tërg kemi vende që quhen kolonie e anglezëve. Ato janë vendet ku kanë nejt inxhinierat e parë në vitet e 30-ta. Çka ndodh pas kësaj? Gjatë luftës së dytë botërore, kontrollin e Trepçës e merr Gjermania naciste, gjermanët e marrin kontrollin e minjerës deri në 1944, kur vinë në pushtet partizanët jugoslav, me cilët fillon një epokë e re e mihjeve
që kishte për qëllim me nxjerrë sasi të mëdha zehesh me investime minimale. Gjatë periudhës që njihet si epoka e artë e Trepçës, kjo epokë është prej vitit 1960 dhe 1981, punësimi rritet prej 8.000 vetave në 1960 në 22.885 punëtor në vitin 1988. Kur Miloševići e fillon suprimin e autonomisë së Kosovës brenda Jugosllavisë, Trepça bëhet kryeqendër e demonstratave dhe protestave të minatorëve. Në vitin 1989, e dim që në tokën e minjerës 1.200 minatorë organizojnë grevë urie të ditore, qëllimi së cilës ishte mbrojtja e kushtetutës së Jugosllavisë së vitit 1974. Ndonse që kjo grevë merr për masa epike, ajo nuk arrit me ndalë shtypjen e palishme dhe fillon mu këtu në nëntokën e Trepçës, fillon shpërbërja e dhunshme e Jugosllavisë. Për me shënu këtë traditë 100 vjeçare të Trepçës në Muzeun Reporting House, që gjendet në Prishtinë përballë teatrit kombëtar, është kriju pikërisht ky instalacion prapa meje që ka karakter edukativ, shkencor, artistik edhe ekonomik. Përveç që po ju ftoj me ardhë me pa fizikisht, me përjetu vetë me sytë e juaj këtë instalacion, e cili është krejt tjetër nëse vini këtu, ky instalacion që është i përshtatshëm edhe për fëmijë, ne në këtë emision po duhem i ftu me pa rrugtimin e këtyre gurve prej nëntokës e deri në qendër të Prishtinës, me shpresë që muj me nis me e përkujtu një traditë jo vetëm prej grevës e minatorëve, me e përkujtu historinë e Trepçës, po historinë 100 vjeçare, historinë ekonomike të pasurisë tonë. Kjo ide e konceptuar nga imagjinata kreative e një artisti e kuratori kosovar me emrin Gazmene Jupi, tash mundet me u përjetu me gur Trepçës pa pas nevojë me shku nën tokë 1 kilometër poshtë prej ka vinë këta gur edhe ku është fut artisti. Ju mund ta përjetoni direkt këtu në qendër të Prishtinës përballë teatrit kombëtar. Po njëherë ta ndjekim qysh kanë mri gurt prej nën tokës këtu me u varë në mes Prishtinës. Këtu na jem gardarobën e minatorëve do më honë vizitor që të vinë me hinë minjerë. Këtu është e obligueshme, çdo minjerë edhe minjera jonë është e obligueshme me pas mjetet mbrojtësi në punë. Mjetet mbrojtësi në punë janë duke fillu për rrobave të punës, çizmeve që janë me hekur për mos me dëmtu kom, edhe helmeta është gjithçysh duhet në atë moment që ti vesh të rroba duhet edhe helmeten edhe baterinë ndriçuese. Domthonë edhe në hymjet minjerës shkruan atë, na kemi edhe me pa që shkruan ndalohet hyrja pa mjete mbrojtëse në punë. Domthonë kjo është obligative, çdo minator duhet me pas. Pika e parë këtu duhet me bë, tash duhet të shku me minje. Ja dy loma për vizitor? Ky bëhet mbushja loma. Okej. Minatorë për shkojnë minjerë, vini marrën lampat të, vazhdojnë. Lampat që mushën me bateri, sa duhet më mush për me funksionua? Mushët 8 orë, më dalësh se 4 orë. E në qëtë dhomë që po i shihni, mundeni me i pa metoda tradicionale të para më shumë se 100 viteve, se si kanë terë teshat e minatorëve. Minatorët që dhomë e kanë pra garderobë ku vinë me hjek teshat që i bohen qullë, sepse ata po punojnë në vend ku është 50-60 gradë Celsius. Kur e përfundojnë ndrimin, vinë i deshin teshat edhe i shtin dry, e pastaj i ngrejnë lartë me zinxhir për mu ajros disa orë deri te ndrimi tjetër. Pra, që kjo metode lashtë për ajrosje edhe terjen e teshave të minatorëve është përdor me i mbajt rrobat në formën higjienike të mundur, ma higjienike të mundur, për mua është interesant që para 100 viteve këtë metode kanë menu si metode higjienike, edhe kjo metode higjienike nuk ka ndru që 100 vjet. Prap për me ajros teshat nuk përdoret ndaj metodë më avancume për ventilimin e uniformës e minatorit, por është pikërisht kjo metodë që duken sikur trupa mishtore, por në fakt janë tesha të minatorëve. Kjo banja punëtorëve këta sistemin kur ka fillu Trepça është sistemi militar,
është sistem më i mirë, dhe më honë këtu qitën rrobat në natyrë kur punojnë lagën, njerësën, edhe qitën rrobat edhe terën, këtu është ky ventilatori që i fryn edhe terën, dhe më honë dhe kur vjen ndrymin e tjetërin ndrym, i ka rrobat e terën. Dhe më honë këtu qitën qëtë sistem, për shembull këtë sistemin, këtë sistemin, që është lëshohen poshtë, edhe tash kur ti qëtë rrobat e ngrit lartë edhe çdo punëtor e ka këto konopin e vetë edhe ka drynën e vetë që me post teshat e veta edhe e byll normal me drynë. Tash, pse të vjen pe miniere i lën rrobat e punës, shkon hin banja atje edhe në atë pjesën tjetër i ka njëjtin sistem, i ka teshat, rrobat e shtëpisë, civilkat, i veshat dhe shkon për shtëpi. Dhe mo ky sistem dikun vitet 30-a, kjo që u punu, pe viteve 30-a është dhe sëtë që këpani. Alo është funksionale. Këtu zakonisht da inxhinirat e do i kanë edhe hormonat i kanë teshat, mirë po kjo preferuhet me konë për minator që është, se na i keni i pota dhe vetë, ato këtë me njës të lagë ta krejt, në shtinë hormonat ato nuk terën. Mirë po këta ventilatorat edhe këtu nxehtësia i terën dhe ka të rrobat e ti. Dhe mo kë sistem i vjetër, po është funksional hala vazhda. Kjo banjo në vitet e 30-a kur e kanë njës Trepça me punu, hala është funksionale dhe të. E tash, secila minier e ka thellësinë e vetë, e cila është e ndryshme. Trepça është e njohur për katet e ndryshme që i quajmë horizonte. Edhe i ka gjithsej 11 horizonte që po shihen që të hartë, pra 11 kate të poshtë. Veç kjo është shumë e sigurt, dhe më unë, pe që ka egzistu Trepça që ja ka njësë me punu, këty nuk kanë dur në sukses me punë vjetori, ose me punë. Kanë dur paguajtësia e punëtorëve dhe ka hi ka dolin, mirë po nuk kanë dur në një ekses, që dhe më unë as me fatalitet, as me lëndimit nuk kanë dur. Testimi bëhet çdo vit, i kontrolluhet vjetori, quhet në institut, kontrolluhet. Mirë po rast nuk putë ose diçka, i ka kthejtrat e sigurisë na i thënë. Kjo shkon këta janë na i thëmë ty në rëshica se firuna, kjo pe i druni. Veç është i lymë me i ndyrë që me rëshit kësajde. Tash kej ka këtu kthejtrat e sigurisë si kur lëj kurthe, me ma thjesht me spjegu. Tash i kanë provu, e kanë qitë vagonetën me zonë këtë, edhe i kanë lonë atje, e kanë lëshu edhe shlirë dhe u shliru, u zgjidh, kjo shku dhe në 8 cm. Dhe mëna ato kthejtrat kapen këtë farë njëre edhe ngullen nuk u shku ma push. Dhe mëna edhe mu put vjetori, kjo i ka ato kthejtrat e sigurisë. Tash kjo, që është djetë kjo, është një farë lejfe deri këtë apshe, edhe lëshuhet aja, si të këputet aja lëshuhet. Kjo është shumë e sigur, këtu nuk kanë duhet, kur s'kanë duhet. Dhe mëna goti 100 vjetë i ka që punën Trepça, pi 1928, Trepça punën, por nuk kanë duhet që të në ekces në mëna. Dhe mëna dikur ka mesi i minierës, janë shkallët emergjente, shkallë, ka 4 metra janë shkallët, horizonti me horizonti ka 60 metra, del pe horizontit 11, del 10, ta 108, edhe del dhe kanal. Se këtu miniera duhet me pas 2 dalje, ose 2 hylje, në rast rreziku për shembull të mundesh me marrë zjarri. Ku të merr zjarri, ose ujë nuk mundesh me ose është defekti i madh, atëherë është dalja emergjente. Është me azashme, mirë po na ka duhet mua ka duhet një 2 herë ose 3 herë. Një herë mas lufte, tash jem dol, rryma që kon defekt dhe fal lufte një 2 herë 3 herë jem dol në horizontit. Horizonti 11 i ka 800 metra, po ka dalë duhet me dal. Janë daljet emergjente, duhet me pas çdo minier, është rregulluar e ZAI, që duhet me pas dalje lidhje dalje. Rastësi. Tash këtë çdo fillim është i zash. Por një fillim unë mi të njëjtën moshë 19 vjeç. Po mu ka orë shumë zash një fillim. Mirë po adaptimi edhe tash minatorët e kanë se kanë kufar të lashë, duket sikur maleti duket me punu këtë se në punu se bashkë. Edhe puneron, e mundimshme edhe plojnë e të tona. Mirë po janë adaptu edhe e kanë pranu që të punë. Në mund as kem tjetër pasuni s'kem. E kem Trepça, që na s'kem dete, as kem të punu, as kem turizm. Në rajon në Sholës, na ka qëtë të Trepçën, edhe na duhet më punu, edhe baballash tur kanë punu, edhe
me gjallat edhe babgjyshat, këtë që të si tradit e kemë, edhe tash jena me që tash edhe gjeneratat e reja e një po përdojnë. Jemi 750 metra nër tokë, horizontin e 11, minjerën e Stani Tërgut në 3. Të vendi prej ka po nxirrën zehet, kjo ndrimi i parë i zehtarve, ku temperatura është 50-60 gradë, edhe po punojnë në kushte, kuj me thonë të ngjashme qysh kanë punu punëtorët para 50 vjetëve. Ajo që kam lap për shtypje kur hyra në zgafellën e minatorëve për herë të parë, tash me 15 maj, ishte fakti që minatorët punonin me maqinë shpurse tepër të zhurmshme, por nuk ishin ndëgjojsa, pra veshët e tyre janë komplet të pambrojtur në këtë zhurmë. Pluri dilte prej gurve masiv që i zhbironin, por minatori nuk kishte mask, a i këtë pun e bënte pa mask. Pra mjetet mbrojtëse që i kishin tepër bazike, veç një helmet, një par tesha, edhe një par qizme të gumës, janë të njëjtat mjete që janë përdor edhe në kohët partizan gjermanëve. Faktikisht, hapësirat e nën tokës së Trepçës janë me teknologji aq të vjetër, sa që këto korridore lirisht mujnë me u përdor, qashtu qysh ka sugjeru kuratori i kësaj ekspozite, mu përdor si vend për xhirimet filmave të luftës së parë dhe dytë botërore. Ta shqyre, këtë o pinta qëndrore, këtë zeja e minjerës që të vjen, që shkarkuhet. Për të në horizonte më dhe zeja, vjen që ty edhe është kërkushi si kur i njerëzve, mushet atje poshtë edhe bednal. Janë 3 por pumpa, pe 11 e qetë 9, që shtu në rezervora e pe 9 e qetë 5, pe 5 e qetë nalë, se nuk mundet këtë përcim një qitë pumpa, s'ka fuqimis të bord njën atje. Tash, minatorët 1/3 e jetës e kalojnë këtu. Dhe po 8 orë punojnë, 16 janë të shtëpia. Veç mi kopë ca o tronë, vik mi tronë, kreqë. Ky është momenti kur antarët e ekipit tonë që punojnë muze kanë shku me vizitu në tokën, por edhe udhëhecat e Trepçës, Faton Ahmeti, drejtori ekzekutiv i Trepçës edhe Shoqërisë Adziku, drejtori minjerave, erdhen me pa muzeun, Reporting House, për me këqyr, a jemi na serios, për me na i besu deri në 500 minerale të masive të ndryshme të Trepçës që kuratori ja kërkoi këtyne për me kriju këtë instalacion. Ata me këtë rast e kuptuan që qëllimi është që qytetarëve të Prishtinës, sidomos fëmijëve dhe gjeneratave të reja, me sjell një përjetim të asaj që ne pam për vizitës tonë nëntoksore në Trepçë, sepse jo gjithkush ka mundësi me shku 1 kilometër në tokë dhe me i pa këto minerale. Esenca është që mineralet e Trepçës me qenë në dispozicion për qytetarin e tjerë. Pas vizitës që e patën këtu, edhe udhëhecia e Trepçës vendosi me na i besu deri në 500 minerale që po vinë prej nën tokës në Stan Tërg, këtu në qendër Prishtinës. Për muzeun e luftës që për 25 vjetori luftës, kisha dash në pika shkurta nëse me përmbajtjen e tyre, për shembull këtu kemë zehe sfalerit, minerali zingut, zënes, galeniti, plumbi, minerali plumbit, PBS-i, që gjenden në vendburimin e Trepçës, kalcit, kalciti, rodokrazet, kjo pjesë. Besoj që do të adhonë në zbukurim, një pamje të mirë.
Më në fund gurët më rinë muze, por transporti tyre ishte vetëm gjysma e punës. Tash është momenti kur fillon procesi kreativ, ku hin loj. Jo vetëm njeriu që e ka dhënë idenë kreative, Gazmende Jupi, po hin loj ai që ka me realizu këtë ide, ashtu që e ka kërku artisti. Ne kemi pas fat këtë muze që realizator e kemi pas Naim Spahiun, i cili përveç që është vet artist, ai që 20 vjet punon në Galerinë e Arteve, plus vjen vet nga Mitrovica. Spahiu është realizator special sepse e ka mobilizu krejt ekipin e galerisë të tij Open Art Gallery me i varë qëto gur, punë logjistike e koklavitun edhe disa auditore, punë pak ma e komplikume se me shti ruzan pe. Bëhim mestit do të me lëshu dreqimin pe poshtit me shku naltë. Me lëshu dhe pe naltit? Ose prej naltit me lëshu poshtë. Dreqim si shower. Qa është, fix. A u dënë. Po. Për ndryshe mes nuk kisha shti ndreqim. Veç me lëshu pe Se naltit? dokët, po ose pes nalti, ose pe anash, në dy ndreqime. Ky proces është mjaft i ndihshëm edhe plot emocion. Kur thom emocion, secili guri, si që ka thonë guri ranë për shëndën vendin e vetë, unë po mundona me a gjetë vendin në këtë instalacion, si në basë kuratorit që ka para pa që të thjesht të ketë një fuqi artistike që është mënyra ma e mirë që ta kemi një memorje ose një përkujtim të sakrificës të njerëzve që hynë me metra, me thellësi, edhe po ashtu gjejnë e veçantë është kur në durët tona kemi një pasuri si që është mineralet, kristalet, begatia e vetë trepqës. E tash kur përfundoj puna e realizatorit, ta shohim që ka me thonë njeri i cili i pari e ka pa në menjën e vetë këte që ne sot po e shohim para nesh. Qysh kjo ardhë deri te ideja për me i qitë gurë qështu? Na veç fillum me kuratim gazetarësk, për fillimit. Kjo kohën veç një vazhdimësi e ideja të reja që kemi pas, sikur kur kemi filluar edhe me Reporting House Gallery.
Na kemi bisedu bashkë se s'kemi bërë shumë për Trepçën, edhe pse ka qenë qendër vëmendjes. Na duhet me pru Trepçën qendër Prishtinës me kuptu historinë. Gurti në referencë shumë e vogël, e cila reprezenton 100 vjetorin e Trepçës. Hulumtimi, kur kemi fillu bashkë me bo, ideja ka qenë që me shku në Trepç, me përjetu që ata. Një mungesë shumë e madhe, sidomos në botën e artit dhe skenën e artit, në është një mungesë shumë e madhe e hulumtimit, se nuk ka zemër. Shumica e punive që po dalin treg për momentin kanë pasojat hulumtimit, edhe ka pasojat shpjegimit punimit. E ki fjallën pasojat mos hulumtimit? Mos hulumtimit, unë falë, po. Edhe kështu fillum, shkum Trepç bashk, shkum fell. Mu që kam la përshtypje shumë muzeu i Trepçës, kuratimi i Trepçës muzeut, ke qaq bukur i kuratum, qaq i detajum, shpjegimet e se cilët mineral që kem rana, ke shpjegim jata shumë, edhe më inspiroj shumë, po këm dasht me iki idejës tradicionale. Pra me pas një farqasje shikusi që është situata Trepçës najrë, nuk ka hala përgjegje, nuk ka hala zhvillim, problemet e njëjta, ka prap greva, pra si kur ka qenë para luftës, si kur tash problemi është i njëjtë, edhe pse jena të pavarën që 26 vjetë për në bonë mas shlirimit, edhe prap problemet e njëjta. Fuqia me madhe në Trepçën dhe kur kemi pas minator dhe vitin e kalum, mënyra e koordinimit në mes veti. Si kur në full me një, si më full me 350, fjallët i kanë njëjta. Është një komunitet shumë i rëndësishëm që i inkurore ketë shikuz, ketë Kosovën më shku mi pa, me vizitu minatorët, po ashtu me vizitu dhe Trepçën. A nuk dekurajoj fakti që u dushe me hi fill 50 gradë Celsius me hesë në tokë? Pse nuk u dekurajove prej qati sikleti për me ardhe i të shkypën? Jo, ajo mu motivoj ma shumë. Ajo më jepi ma shumë fuqi. Edhe bashkë që ajo momenti që i fillu me ecë me njënën pistafit për ara jamnin, së më kujtohet, rëfimi tina, ajo ka si një tour guide, për fillimin deri në fund të shpjegu në detaje, çdo punë që përbuhet mrena, ku takum edhe stafin mrena tjertë, stafit që punojnë në ndrimet, ka shumë inspiruse për mu. Çka të la përshtypje vizita në tokë? Përshtypjes po them që janë të mira që ato kushtet. Kushtet kanë shumë të rona. Edhe pse faktet kanë punu minatorët edhe gjatë luftës, nuk janë nalë. Faktet që nuk kanë ndryshu që të është ajo thelbi si punimet, nuk kanë ndryshu kur gjofi për situatës kalume, deri me tash, ku veti pa më stafin, kanë shumë mitë pretës, nuk kërkursoan ku, kërkurs fulim ma shumë si që dohet, kanë një farë komunikimi shumë modern, pa ma parasyf kushtet që janë, keni mirëpritje mërkurlushme, ke suku me qenë një pjesë një farë muzeu ose galerisë, kur t'i shpjegu senet, t'i folë për punë, çfarë gush nxjerrin, çu që kanë orarin, mi po nuk ke asnjë fokus, asnjë moment, jo la nase kena kushtet kur gjuspat. Kur kemi dalë jashtë, kur kemi fillu më kthy prej Trepçës në Prishtinë, që atër filloi ideja që duhet me pas diçka që reprezenton krizën e Trepçës, që është s'ka as nalt as qiell, se jemi fund tokës. Mi po problemi i Trepçës po jetë gjithmonë floating. Po vazhdon me mbet problematike. Unë këtu jemi inspiru për një artistës britaneze, Cornelia Parker, e cila punon me dekonstruktivizëm të shtëpijave. Edhe më la shumë përshtypje se është koncepti këgja afër me praktikën e sajna. Edhe që ke ko masa afti që me interpretu idenë se çka a më vy një artist me bu një pënim, po du me kuru pa artist. Mi po këtë rast Trepça e në artist. Jam vetë punëtor të artista. Zanatli. Qa është ideja jam që unë po du me inkaru edhe trit, sidomos i ri që këtë fillon me menu që ka me qenë kurator, apo do me kun kurator, sukur që kemi bo me gazetari. Principet jenë të njëjta, po në besoj që në Reporting House na kemi zhvillu një farë tradite besoj, që po inkarojmë edhe trit që kurimi nuk ka limit. Çdo sen du të më kuru, në opinion tamin. Na vynë me pas shumë komente, si do të shoh që janë, nëse na do të si muze do të më zhvillu në basë komente që i marrim për shikuzve, që ka me marrë pjesë tëra të historisë që së shbo hala. Punimi jëtë e ka dimenzionin edukativ, dimenzionin shkencor, dimenzionin teknologjik, e në fund artistik. Kallëzëm qysh i ki nxerë qëto trija, pëse po menon që i ka qëto edukativ, shkencor,
teknologjik? Edukativ është muzeu në veti. Na kemi thy gati, s'me thëmë rekorde, po për një kohë shumë shkurtë kemi pas diku 1700 vizitorë, ku kanë qenë shkollat fillore të mesme, të fakultetet. Është më rëndësi që ky muzeu me qenë pjesë e një kurrikulës dikun, me një universitet. Është sektorit privat, as shteti nuk është më rëndësi. Është edukative, po në vetë i kumpru studentat, ku majtë praktikë, ku majtë orë, ku majtë ligjërat, ku majtë punëtori, se qysh ka kuratohet një muzej, se që atë lanë ligjëraj. Edhe kum pas një impakt shumë të madh prej studentave tonë, cilë thojnë, okej, po ana teknologjisë, ana hulumtimit. Na gjithmonë i tutëm teknologjisë, po s'do të më tutë teknologjisë, po do të më kuptu çka bën teknologjia. Po jo më tërheq me vazhdu me anën tradicionale. Kjo është shumë tradicionale si instalacion. Thash do të më hi ana teknologjisë dhe shkencës që po thoni, si qysh mundna me adaptu me nxjerr sa më shumë informata, qysh mundna me bë 3D, qysh mundna me bë VR, AR, trepshin, që na me pas qasje piktuhet, me pas çfarë bën ndodh në trepsh. Aja do të më konë jo vetëm Kosovë, do të me rrok pak ma gjallë. Jo me kallëzu hjekat, rezistencën, sikur koncepti ekspozitës. Kallëzom, kusht ka nimu mas shumti me ka aspekti logjistik me prodhu këtë punim, sepse është një për punimeve logjistikisht më të vështira me realizu, edhe ka aspekti sigurisë, me ngjit gur që mujnë mira dikujt. Qysh ka ardhur te realizimi, jo veç deri te ideja kreative. Na kemi shku me Open Art Gallery, që është Naim Spahiu. Kemi shku bashkë në Trepsh prap, edhe kemi shiku gurt, kemi shiku vlerat, cilat kristale janë më të vlefshme. Për mu janë kërë vlefshme se kanë dalë pi stafit Trepshës, për mu nuk është më rëndësia, është kristal, ka dalë pi stafit Trepshës. Nuk ka struktur, kjo është më e vlefshme, nuk ka rënditje. Rënditje është Trepsha. Mirë po, e ki pas një kërkesë specifike për madhësinë e gurve? Po, këm pas kërkesë specifike të madhësive, për shkak që kur të afrohen shikus drejt punimit, të jep një farë hipnoze. Se plus po lëvizin ka pak. Unë po pres që shikus me pas dikon 10 minuta qasjen me ullë nga të punimit, sikur kemi këtë benqin këto. Tu në përjetu pak. Qa ki dasht me mrime qëtë pasqyre? Pasqyre ka shumë vlerë të madhe që ta gallë një histori për du me nda me juve. E thira një kompani për pasqyre, se patëm shumë problem me gjetë. Se për shak është sezona, është kompani në zona dhe lamru Grezda kompani. I tërgova për çka është puna dhe kur erdhë këtu pronari Muhameti, tha çka është ky vend këtu, thash është muzeu i luftës. Tha këtu a keni pineve, automatikisht më ka lap shumë emocione, se shumë e vlefshme. Edhe ideja e pasqyrës është me kriju një perspektivë të pafund. Pra, momentin që shikon pasqyrë ti e pjesë automatikisht e Trepshës. Mi për reflektimi i punimit të lanës, Don't Dream Dreams, të jep një farë reference që ata halapu kanë dreams për kushte më të mira, kur gjë më shumë, kur gjë luksoze, kushte normale. Që kjo është ideja e pasqyrës. Me kryu një hapësinë të pafund. Ridvan Slivova është fotograf, fotografitë e cilit e kanë rolin kryesor në muze këtu te Kandi i Rezistencës, edhe aty ma të rëndësishme të foto që kemi vendosur me ekspozu dhe zmadhu janë këto fotografi të Ridvanit, protesta e grave me buk, kur janë solidarizu me Drenicën edhe janë nisë prej Prishtine me që bukën Drenicë, pas masakrës e Jasharve në mars 1998, edhe protesta tjetër e grave me letra të bardha, ku me këto letra në formë simbolike i kanë kërku Sërbis me janë nënshkru divorsin pa dhunë, protestën që u quajt divors paqësor, apo
peaceful divorce. Ridvani, një vit pasi që na i ka dhënë këto fotografi me ekspozu në muze, erdhë prap me po instalacionin e ri. Mendoj që me këto po arrim sa dhe 1% të vojnë një të kthejmë memorien tek historia, sidomos kur ka qenë shtëpit shkolla. Pse e thonë këto se kom pa disa herë që kanë vizitu këtë ekspozit pikërisht në Zonësit. Unë e kom pa dhe shumë njerëz që kanë marrë vizitor turista në Kosovë, kom rastis me i pa dhe shpesher rastisht më kam pyetur, unë e s'kom tregu që jam amatori. Kështu që e kom lanë vetën, shijen atë të shijojnë vetë edhe të kuptojnë, mos t'ja imponojnë historinë. Edhe para një viti, në këtë vend ku është sot instalacioni gurve, ka qenë një punim i minatorve. Mirë po, kësë ka qenë punim artistik, po punim i një fotografi shumë të mirë që e ka Kosova, fotografi tepër të rëndësishëm, Hazireka. Ai e ka bo që të foto të njoftën të minatorve, grevave të minatorve, jo grevës të ditore, po protestës tjetër të minatorve në 1988, kur ka egzistu ende ish Jugoslavia. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse këtu shihen minator që e mbajnë këtë fotografi të Titos, ish kryetari të Jugosllavisë në atë kohë, e mbajnë fotografinë e Titos për shkak se minatorët këtu janë të kërku barazi, pra barazi të drejtave të shqiptarëve me të drejtat e slovenëve, kroatëve, serbëve, e që kjo barazi kish nis me u cenu pasi që vdiq Tito më 1981 edhe filloi ngritjen në pushtet Miloševići. Janë shumë ndjenja të përzira në kuptimin sigurisht që si instalacion pëlqeu shumë se e dim që këto minerale vinë nga toka poshtë e tash këtu duken si vinë prej qiellit. Edhe se vërtet ajo simbolika ndoshta që më në fund kemi dalë edhe në dritë në historinë e Kosovës. Në anën tjetër është e lidhur, domethënë kam një emocion më shumë lidhur me përvojën personale, se kam qenë përfaqësuese studentëve në grevat e minatorëve, nga salla 1 tetori, atëherë 25 maj, kam shku në minjerat e Trepçës, ku e kom çuar një mesazh solidariteti edhe mbështetje të studentëve, edhe kur jam kthy, domethënë pasi kom pa minatorët, prap në sallën atëherë të mbushur me student, ja kom përcjell mesazhin e minatorëve. Edhe e treta që sigurisht lidhet me fotografitë e bashkëshortit tim, Hazireka, që është këtu domethënë në hyrje të kësaj të Reporting House. Haziri ka përcjell gjitha grevat e minatorëve dhe ka fotografi të fuqishëm dhe tregon një pjesë të rëndësishme të historisë sonë, kështu që më duket që këto 3 elemente bëjnë që shumë mirë që erdha sonte. Dhe minatori punon gjithmonë në gjendje në kushte të vështira, po ta shohësh domethënë që po lufton për liri për gjithë popullin, ishte diçka shumë e fuqishëm, sidomos për një studente, për një vajzë e re, e cila bashkë me gjithë student në atë kohë, po gjithë popullin e Kosovës dhe gjithë popullin shqiptar, luftonin vërtet për drejtat e shqiptarëve kundër pushtetit serb. Gjoja ma më rëndësi gjatë hapjes kësaj ekspozite për mu ka qenë që 2 minatorë që na kishin shërby si udhërëfyes i Trepçës, që ton kohë na kanë ndihmu me na kallëzu rrëfimin për Trepçën, kanë insistu që na me i marë kristalit edhe gurt edhe me na i kanë zgjedh gurt më të mirë, Shoqëri Sadiku edhe Gani Osmani, gjenerat para pensionimit, gjenerat e minatorëve të cilët kishin marë pjesë madje edhe në grevën e urisë së vitit 1989, ata 2 ishin prezent në hapjen e këtij instalacioni edhe pa të mundësi me na kallëzu që shpej duket. Punimin edhe këtu organizimin, unë përshfrytëzoj rastin me përshëndet, organizimi ka qenë shumë i mirë dhe falenderojmë për krejt këto që e ka bërë edhe jena me një asimilator. Faleminderit, pak emocione na fal.
e Mehmet Ballazhi, kryetar i komunës tjetër industriale, kryetar i komunës Hanit e Lezit, është jo vetëm vizitor në këtë ekspozit kësaj radhe, por ai është të punu për me kriju një muze të veçantë në komunën e tij, Muzeun e Eksodit. Ai dashti me kallëzu se si uni për këtë ekspozit sot. Me këtë gurë, me këtë instalacionin që të tregon një vlerë shumë të veçantë të vlerave të Kosovës, dhe ju sot që e keni ekspozu, përveç kësaj, tregon edhe një histori të kaluar që shumë gjenerata ndoshta nuk mund ta marrin në mend se cilat janë vlerat reale të Kosovës. E me rastin e hapjes së këtij instalacioni për Trepçën, erdhen edhe pjesëtarë qeverisë që punojnë me Trepçën, Ministria e Ekonomisë e përfaqësuar prej Artane Rizvanollit, edhe Getuar Mjeku, zëvendës ministër i tregtisë, si dhe ambasadori anglez Jonathan Hargreaves, i cili tha: Well, I think this is an incredible new innovation and a new part of this amazing museum, which I've visited many times because of its incredible significance in Kosovo's history, but also in the history of the cooperation between the UK and Kosovo, because so much of what we see in Reporting House talks of the role that British soldiers have played here in Kosovo since 1999 and beyond. And I was delighted to meet Vaughan Savage earlier, who was one of the very early journalists who came to report on the situation here when not much was known about it. So this Reporting House is an incredibly potent and significant symbol of our deep friendship between the UK and Kosovo and the cooperation that we've had since the very beginning. And this installation is a way of refreshing our attention to this place and to the events which led up to the events of 1999. And I think it's an absolutely brilliant and exciting way to revive our interest and our memories, and to pay tribute to the people who work in the mines in Trepça and still do to this day, but who were so significant in sparking the movement which eventually led to the formation of independent and sovereign Kosovo, which we value so much today. Surprise, partly because of the beauty, and yet being completely unaware that this was the source of power, if you like, of coming together as people, as Kosovans, came from below the earth. Quite extraordinary. So this is very, in a way, minimal. So you get the maximum from the minimal. And that's also a good sign of using resources and intelligence. You don't have to go very far to do rather beautiful things. Ky ishte pra rrugtimi i gurve prej stan tërgut në mes Prishtinës, këtu ku e kemi muzeun që është përballë teatrit kombëtar në Shesh. Ky muze gjatë kësaj vere është të punu me orar të zgjatun për shkak të vizitorëve të shumë që vijnë verës, e sidomos ata nga diaspora, andaj hajdeni. Punojmë të martën deri të premtën prej orës 10 deri në orën 8, e të shtuneve punojmë prej orës 10 deri në orën 6. Mundi takoni këtu udhërfyes që do t'ju tregojnë muzeun, e janë me pa vetë me njerëz të gjeneratave të ndryshme, sepse është muzej përshtatshëm edhe për fëmijë, edhe për miq, edhe për vjetër, edhe për tri. Kaq kishim prej neve në Kallëzo për një mem, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.